Nga dita e sotme e deri më datë 25 maj, Tërnoci Bujanocit është një koqir i edicionit të 20 jubilar turneu mbarkombëtar i futbollit për fëmijë U15 që mbahet me moton Tërnoci 2025. Në këtë manifestim sportiv, gjithë kombëtar, si tradicionalisht, marrin pjesë reprezentacioni i qyteteve të Durrësit, Tetovës, Pejës, Ulqinit dhe një koqir ekipi i Tërnocit. Koordinator për qytetin e Tetovës, Muzafer Livoreka, para nisjes në Bujanoc për të vëkohën deklaroi se përgatitjet i kanë filluar me kohë dhe presin suksese pas janë prezent në këtë event gjithë kombëtar. Gjithë një kur është këtë edicion, ekipin ose këshilli drejtues që udhëheq këtë projekt mobilizohet që nga fillimi. Që thotë që një muaj ditë ne kemi takime me selektorin, ku tentojmë që të nxjerrim 18 lojtarë më të mirë të Tetovës dhe u mendoj në bazë selektimit që ka bërë selektori, besoj që reprezentacioni ishte i mirë dhe si zakonisht ne luftojmë, gjithnjë kemi luftuar për vendin e parë, eventualisht të dytë. Besoj që edhe si vjet ekipa Tetovës do të jetë mes 3 ekipeve më të mira. Ky turnir mbarkombëtar që nga fillimi është zhvilluar me moton takimi së sotmes, miqësia e së nesërmes. Ajo mbetet ajo dhe pse për shembull një kohë gjatë ne po shohim se mund të ndrohet edhe takimi i sotmes miqësia e së nesërmes, për arsye se shumë fëmijë që kanë defiluar në këtë projekt sot asaj dite e kanë shoqërinë në Durrës dhe në Ulqin, kështu që jam i sigurt se kjo ditë ndoshta është më e kapshme, për arsye se deri diku ju e dini që nuk është futbolli këtu. Objektivi është takimi dhe miqësia e fëmijëve shqiptar. Para nisjes për në Bujanoc, ekipin e Tetovës në stërvitjen e fundit e vizitoi edhe kryetari i komunës Bilal Kasami, i cili i uroi sukses ekipit, gjithashtu edhe organizatorit. Këtë vit është turneu jubilar që vërtet është një kënaqësi e veçantë, një krenarie e veçantë që edhe reprezentacioni i Tetovës për këto 20 vite ka qenë pjesë aktive e këtyre garave në futboll për gjeneratën U15. Urojmë që edhe këtë vit si shumë vite tjera reprezentacioni i Tetovës të kthehet me suksese dhe unë besoj në këtë ekip që do të kthehen edhe me fitore me vendin e parë, që sigurisht pastaj tër vitin të jenë kampion të mbarkombëtar për U15. Kryetari Kasami për edicionin jubilar të 20 me radhë ka një porosi për organizatorin. Unë besoj që edhe si edicionet paraprake edhe këtë vit Bujanoci do të jetë një shtëpi e ngrohtë për gjithë fëmijët tanë që do të jenë pjesë e kësaj tradite që vazhdon. Të gjithë do të jenë pjesë e kësaj gare dhe unë besoj që kushdo që të fitoj do të fitoj më i miri. Me rëndësi është që fëmijët të shoqërohen, të jenë pjesë e aktiviteteve sportive dhe edhe njëherë uroj fitoren ekipit tetovar, por kushdo që të fitoj do të dëshiroj sukses dhe organizatorëve do t'ju dëshiroj që këtë edicion jubilar të kaloj në kushte sa më të mira. Seleksionuesi i reprezentacionit të Tetovës Halim Hodai shpreson se futbollistët e përzgjedhur me dinitet do ta përfaqësojnë qytetin. Pastaj përgatitjes tonë besoj që jemi të përgatitur mirë, edhe psikikisht, edhe fizikisht, edhe në çdo aspekt. Shpresoj që kjo gjenerat korre sukses të mirë atje dhe të sillim Tetovës kampion titulli. Ekspedita e Tetovës sot ka udhëtuar për në Bujanoc, ku do të akomodohet tek moshatarët e tyre në Tërnoc së bashku me ekipe tjera, ndërsa hapja solemne e edicionit të 20 është caktuar për të premten me fillim në ora 16 tek stadiumi i klubit të futbollit Tërnoci.